ndot politika në këtë kaos. Faleminderit. Atëherë po flitet shumë për diskriminimin e veriut, sidomos në ekonomi, po edhe në Shqipëri nuk ka asnjë nga veriu, edhe ekspertë ekonomistë, zonja Blerta Gazidetja, do të na hapi ca shifra në lidhje me investimet qeveritare në veriun e Shqipërisë që ekzistojnë thjesht pa përmendur. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit shumë që keni ardhur, jam shumë mirënjohëse për angazhimin e pjesëmarrjeve tuaja. Kem dy fjalë jashtë shifrave të ekonomisë, kur miqtë e mi të njohur në ambiente të ndryshme filluan këtë mendim, kisha 4 arsye pse thash okay, po, unë do bashkohem me ju, do t'ju mbështes. Nuk e kisha unë këtë ide që ne do bëjmë një kuvend, por nuk kisha ras moralisht nuk mund t'ju thoja jo, unë nuk ju mbështes. E para punës, të gjithë këto janë në të drejtën e Zotit që ta kërkojnë këtë gjë. E dyta punës, janë të vërtet, janë të sinqert, janë asnjë përfitim personal nuk e kanë nga kjo kaos që ka ngritur. Pra janë në një moshë moralisht kemi përgjegjësi morale që t'i themi gjëra siç janë. Dhe mos shohim atë komoditetin ton, ose rahatin ton në kafe ose në jetën ton personale. Pra njeriu jeton dhe ka një mision përtej familjes dhe përtej mundësive të veta ekonomike, se ndoshta gjithë paneli këtu ose jeton diasporë ose ka një profesion jashtë politikës që është shumë e rëndësishme. Pra asnjë nga ne nuk ka përfituar politikisht, as nga qeveria s'ka punuar asnjë ditë dhe as nuk e ka mbështetur jetën në shpresën që do punojmë dhe do gjejmë një mbështetje qeveritare. Në këtë pikë janë shumë pasur gjithë përfaqësuesit këtu dhe e vlerësova shumë këtë gjë. Janë familje fisnike me të cilët realisht domethënë unë i vlerësoj dhe është kënaqësi për mua, janë të gjithë faqebartë, kështu që faleminderit që më bët pjesë e këtij grupi dhe që më besua tash më tepër që të flas në shifra për realitetin e veriut. Sepse ndonjëherë qeveria i mbulon, jo thotë nuk është e vërtet, janë subjektive, nuk janë reale fakte, por kur fillojmë të kërkojmë shifra, statistika, që për hir të vërtetës dhe dje ne diskutuam që është shumë e vështirë të gjesh statistika për realitetin veriut dhe të krahasosh ato, ta faktosh me të dhëna që nuk qenë kanë vetëm, domethënë ka realitet ky kauzi i diskriminimit veriut. Nuk është sepse është një fenomen sigurisht mbarkombëtar, flasim për popullimin e tjera, janë mbarkombëtar, por realisht pesha ka rënë në veri. Atëherë, qytetet veriu me burime të pasura natyrore vuajnë varfërinë. Diskriminimi ekonomik i veriut të Shqipërisë është një plagë që thellohet në heshtje. Nga të gjitha të dhënat, analizat demografike, ekonomike, buxhetore për dekadën e fundit, del qartë se veriu i Shqipërisë po përjeton një diskriminim të vazhdueshëm në shpërnguljen e burimeve publike, por dhe në trajtimin dhe sfidat dhe strategji që bën shteti për vendin e vet. Pavarësisht se pasuritë natyrore, potenciali turistik dhe rëndësinë historike që ka, ky rajon mbetet ndër më të varfrit jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Europë. Ne kemi diaspora e di shumë mirë që shtetet e tjera veriu është zona më e pasur, flasim veriu italisë, flasim Zvicra. Pra fakti që është një zonë malore, që është teren i thyrë malor, nuk është arsye për të thënë që është më i prapambetur, sepse veriu ka pasuri natyrore dhe hidrike, të cilat investohen në industri dhe përkthehen në një gjithmonë një ekonomi më të mirë krahasuar me jugun, që është zonë fushore dhe turistike, që ka një biznes ekonomi sezonale. Gjë që duhet ishte edhe në Shqipëri, por Shqipëri sigurisht është totalisht e kundërta dhe shifrat flasin vetë. Në veriun e Shqipërisë, sipas të dhënave ekonomike të Statit, nga viti 2009-2018, ekonomia në tërësi është rritur 27%, por në pjesën verore të Shqipërisë ajo shkon 8 deri në -2% rritje, pra kemi regres. Ndërkohë, të dhëna tjera, në qoftë se pasuritë energjetike të Shqipërisë janë 90% në zonën e veriut, Vaojdes, Komani, Fierzat, të cilët do përmendëm, kjo nuk përkthehet në të ardhura për zonën. Pra zona pothuajse përfiton asgjë nga këto resurse ekonomike. Dhe në vitin 2018, të ardhurat për frym në qakën e Kuksit ishin më minimumi në të gjithë zonën e Shqipërisë me vetëm 360.000 lekë. Kriter tjetër, në vitin 2022, standardi i jetës në Shqipëri, në total vendin ishte 19% e mesatarës së Bashkimit Evropian, duke krahasuar produktin brendshëm brutën për frym sipas barasisë së fuqisë blerëse.
Ndërkohë që në zonat e veriut kjo ishte sa gjysma, mesatarisht më pak se gjysma. Por po të mendosh inflacionin dhe rritjen e çmimeve, dalim në regres total për zonat e veriut. Atëherë, sipas të dhënave të indeksuara dhe inflacionit, shpenzimet reale në familjet shqiptare janë rritur me 7.2% në periudhën, por në qarkun e veriut ato zbresin në minus 10%. Pra familjet shqiptare në qarkun e veriut nuk kanë të njëjtat mundësi ekonomike, as sa gjysma e zonave tjera të Shqipërisë. Dhe këto janë me statistika. Kriter tjetër, në familjet e qarkut veriut, Kukës, Shkodër, Lezhë, Dibër, rritja e shpenzimeve mujore konsiderohet 11%, po duke konsideruar dhe rritjen e çmimeve 20%, mbi 20%. Konsumi mesatar vazhdon të ulet më poshtë se 15% në zonat e veriut. Pa dashur t'ju zjartem pafund me shifra, se ndonjëherë shifrat janë pjesa më e lodhshme, por janë disa treguese real të cilat nuk mund t'i kontestoj njëri, sepse janë dhënë zyrtare sipas Instatit. Tregues tjetër është që produkti brendshëm bruto sipas rajoneve tregon që rajoni i veriut në dekadën e fundit u rrit me ritme shumë më të ulta se rajonet e qendrës së jugut. Këto zhvillime shpjegojnë edhe largimin masiv të popullsisë në zonat e veriut, sidomos të rinjve, edhe pse qarqet kanë një potencial të madh të pashfrytëzuar. Për shembull, në zonën e Korçës, në krahasim, duke qenë se janë bërë investime, ka rezultuar që për shembull turizmi ka ecur shumë më mirë se veriu, që janë krahasimisht zona malore të dyja. Por fakti që aty ka investime, rrugët janë hapur shumë më herë se që hapur shumë rruga Arbi nga zona nga Umvi, nga zona nga Dibrës. Atëherë, flasim për të dhënat demografike. Të dhënat janë trondice, të dashur miq. Më vjen keq të përmend para jush që popullsia në zonën e veriut ka rënje me 43%. Dhe ekstremi në zona e Kukës ku rënja është 80%. Shifrat janë alarmante. Në një nga studimet thuhet që rënja ekonomike në zonën e Kukësit është e barabartë me një katastrofë natyrore. Pra, atë që mund të kishte bërë një katastrofë natyrore e cila rënon çdo gjë, i ka bërë regresi dhe mungesa e vëmendjes, mungesa strategjike e investimet nga qeveria, mos ekzistenca e qeverisë në këtë rajone. Pra, nga 31.000 banorë në qyteti i Kukësit, në 2001 ka zbritur në 6.200 banorë. Mesatarisht e përmenda zona e veriut ka rënje 43% të popullsisë, po në gjitha zonat rritja është mbi 39, Dibra 45, Kuksi 46, Lezhë 39, Shkodra 42, është për Durrës, Shkodra i ka të gjitha resurse që të ishte zona më në qendër e veriut, edhe ajo ka 42% largimit. Çfarë ndodh me fondet publike? Janë 5.9% e fondeve në vitin 2023 shkuan për Bashkinë e Veriut, vetëm 5.9%, të cila më vonë në shulur në 2025 janë llogaritur më pak fonde për Bashkinë e Veriut. Atëherë, statistika tregon rënje dramatike ekonomike. Produkti brendshëm bruto, nëse është rritur 27% në rang vendi, në Bashkinë e Veriut janë 8 dhe -2. Konsumi përmenda është një barë që vjen në rënje -15% në gjitha zonat, Dibra e ka -10%, Shkodra -11%. Folëm e përmendëm investimet e infrastrukturë, nga 58 miliard lekë të tenderuar për rrugë në vitin 2021, vetëm 3.5 miliard janë projekte për zonën e veriut. Duhet të ndalem pak për projekte madhore. Si ka mundësi që në jug ndërtohen tunele për zona turistike, ndërkohë që në veri nuk ndërtohet rruga Milot Vallëdren, Milot Shkodër, i cila në fakt nuk është vetëm një aks që lidh rajonet e këtyre zonave, Lezhë, Shkodra, Miloti e tjerë, por është vetëm një rrugë që lidh Shqipërinë me Europën. Si ka mundësi që edhe aksi që është plotësuar nuk ka dalje për zonën e Krujë-Fushkruj. Pra të të bësh rrugën nga Tirana për në Krujë, nuk është e mundur nëpërmjet rrugës së re. Çfarë do të thotë kjo? Për të folur për tarifa që jemi ditë ndërgjegjshëm, nëse rruga kalon në zonat veriore që janë më të varfra, i është vënë edhe i taks në vajtje ardhe 15 euro për familje. Nëse familje që shkojnë dhe vizitojnë prindërit e tyre që i kanë amanet,
duhet të kenë ta mendojnë mirë 2 herë rrugës, sepse për punësuar në Shqipëri 15 euro nuk janë pak në buxhetin e tyre. Një nga projektet e vetme që mund të ketë pasur qeveria socialiste për infrastrukturën dhe turizmin ka qenë projekti 100 fshatra turistike. A i dini sa pjesë e këtij projekti ka për veriun në Shqipëri? Vetëm 22%. Dhe nga 22%, realizimet janë shumë më pak. Por në folën më pas për goditjen flagrante ose të paprecedent që mori veriu i Shqipërisë në kulmin e sezonit turistik, ku 80 objekte u prishën në thet dhe 22 objekte u prishën në zonën e Melbonës, që është as armiku më i madh, nuk do ta godiste në kaq pabesi familjen shqiptare që ka investuar me aq mund dhe përpiqet të zhvillojë jetën e vet, ekonominë e vet në trojën e vet. Nuk mund të ndalim të bujqësia, sepse mjafton të përmendim që zhvillohet në kushte primitive. Kemi parë reportazhe të mediave të huaja, të cilët tregojnë se si akoma bujku në Shqipëri, me gjithë moshën që ka ngelur mosha e 3 dhe vazhdojnë të përpiqen të jetojnë dhe të punojnë në bujqësi, vazhdojnë të punojnë në mjete me kafsh, në mjete pas një motorizim, pas një investim në infrastrukturë, pas një mbështetje në subvencione. Kush mund të thojë çfarë ndodhi me gjithë frutikulturën e zonave të veriut në këto pranverë, të cilat u dëmtuan nga breshëri, asnjë mbështetje. Nuk mund të flasim për arsimin, sepse duhet të flas shumë gjatë, por arsimi është në kolaps total, shkollat po mbyllen, klasat po bashkohen dhe ato që kanë ngelur, ose fëmijët i kanë shkollat shumë larg dhe prindërit nuk i çojnë dot në shkolla, pra ka halle pafund arsimi për cilën unë duhet të flas shumë gjatë. Por me një fjali e mbyll që arsimi në kolaps është si bujqësia. Përmendëm pak burimet më të mëdha që janë minerale, Bulqiza, Kuksi, Martaneshi, por dhe Mirdita ka pasur rezervat mëdha që cilat janë në shfrytëzim, ka 236 leje shfrytëzimi, por 25% e rentës së këtyre investimeve nuk ju kthehet komuniteteve. Mua vjen keq që vazhdoi dhe përsërisë Bulqiza nuk ka marrë mbrapsht asnjë pasuri ose investim për familjet aty. Përveç se janë në gjendje të mjeruar, amortizohet çdo gjë dhe duket si një qytet fantaz. I shtuar në kësaj dhe faktin që mjerat tona janë totalisht të pasigurta, janë mesjetare, aty ka çdo muaj fatkeqësie përmendën dhe organizatorët më parë. Për ta mbyllur, që të mos u zgjat në shumë statistikat, por faktet janë tronditse, dua të them, çfarë po kërkon veriu? Veriu kërkon drejtësi, nuk kërkon mëshirë. Veriu i Shqipërisë nuk kërkon trajtim të veçantë apo ndihmë, ai kërkon auditim të investimeve publike, çfarë është bërë 20 vitet e fundit. Formulë transparente për ndarjen e fondeve sipas nevojave reale, por dhe sipas të ardhrave që gjenerohen nga pasuritë natyrore. Pushteti lokal duhet vendoset para përgjegjësi për investimet që bëhen ose që nuk bëhen. Rikthimin e përfitimeve nga burimet minerale, hecet e tjerë dhe duam të vëmë para përgjegjësisë çfarë masa dhe politika afatmesme ka marrë qeveria do të marrë për veriun që shpopullohet, por dhe moshën e 3 që braktiset dhe ngelen të vetmuar në familjet e tyre. Për ta mbyllur, diskriminimi ekonomik i veriut nuk është thjesht një perceptim, është realiteti mbështetur në të dhëna, shifra dhe politika të qarta që mungojnë totalisht. Koha për një Shqipëri të barabartë. Ju falenderoj.